Okej, le të futemi me njëherë në temë. Sot do të zbulojmë thelbin e një prej praktikave më magjepse, numerologjin. Në vend që ta trajtojmë si një mister mistik, ne do ta çmontojmë atë për të kuptuar saktësisht se si ky sistem pretendon të ndërtojë llogaritjen e personalitetit njerëzor. Është fjalë për fjalë si të lexosh një kod të fshehtë. Për ta bërë këtë analizë kaq precize, du të mbështetemi tek ky tekst, që shërben si një udhëzues i mirëfillt ndërtimi. Është një qasje jashtëzakonisht metodike, që na tregon mekanikën e saktë, hap pas hapi, për të krijuar një lexim të plot nga e para. Plani ynë për sot është mjaft i qartë. Do të filloj me një hyrje të shkurtër, pastaj do të shohim kuptimin e numrave, rrugën e jetës, shprehjen, dëshirën e shpirtit dhe së fundmi, mësimin e ditëlindjes. Le të nisim. Seksioni i parë, hyrje në numerologji. Përpara se të humbasim në llogaritje matematikore, le të sqarojmë se çfarë po shqyrtojmë vërtet këtu. Dhe ja çfarë është vërtet interesante, toni i autorit. Ai pranon me një sinqeritet të plotë se pseja mbetet e pakapshme. Ai nuk bën asnjë përpjekje për të dhënë një shpjegim shkencor se pse funksionon. Por ama, ai thekson se sia është një vëzhgim thellësisht i qëndrueshëm, është e gjitha një çështje modelesh që përsëriten pafundësisht. Me pak fjalë, numerologjia merr vetëm 2 copsa të dhënësh bazë, datën e lindjes dhe emrin e plot origjinal. Kaq. Sipas këtij sistemi, këto të dyja janë çelësat e artë që përkthejnë botën e jashtme në funksionimin e brendshëm të një njeriu. Të bën të mendosh apo jo? Kalojmë te pjesa e dytë, kuptimi i numrave. Llogaritjet s'kan vlerë nëse nuk dim të lexojmë gjuhën e tyre bazë. E po, kjo është vërtet një ndarje thelbësore. Sistemi i kategorizon të gjitha tiparet njerëzore në 2 kova të mëdha. Numrat tek janë ekuivalenti i individualitetit, abstraksionit dhe idealizmit. Nga ana tjetër, numrat çift u përkasin dinamikave të grupit, gjërave krejtësisht praktike dhe gjithçkaje tjetër thellësisht toksore. Imagjinojeni çdo numër si një fushë të gjerë të ndërgjegjës, si një mësim thelbësor. Njëshi thekson pavarësinë absolute, dyshi kërkon bashkëpunim, treshi ai është gëzimi dhe aftësia për t'u shprehur. 4 ka të bëjë thellësisht me rregullin, 5 përkon të menaxhojë lirinë në mënyrë konstruktive dhe 6 gjen thelbin e saj të përgjegjësia dhe ekuilibri njerëzor. Mëtej, 7 zhytet në analizë. 8 kërkon me ngulm arritje dhe sukses material. Dhe 9 përmbyll rrethinat baze me vetmohim humanitar. Por kujdes, sistemi njeh edhe 2 numra mjeshtër, 11 dhe 22-shin. Këta nuk thjeshtohen mëtej, ata fshehin një potencial masiv, pothuajse gjenial, por me një kosto të lartë. Janë zakonisht të vështirë për t'u mbajtur nën kontroll nga ai që i zotron. Seksioni i tretë na sjell te shtylla e parë e sistemit, zbulimi i rrugës së jetës. Tani që njohim numrat, le të bëjmë leximin e parë. Mendoni për rrugën e jetës si një autostradë masive e shtruar për një person. Është krejtësisht fikse. Fundja, asnjë nga ne nuk e ndryshon dot datën e lindjes. Ajo përcakton mundësitë dhe temat qendrore që do të rishfaqen vazhdimisht gjatë gjithë atij udhimi të gjatë. Dhe këtu hyn në lojë ai që quhet veprimi bazë. Radhitja llogaritse këtu është vërtet e hekurt. Numrat nuk mblidhen thjesht të gjithë në një grumbull, as pak. Së pari reduktohet muaji, pastaj dita dhe pastaj viti krejt veçmas. Dhe vetëm në fund mblidhen ato 3 rezultate. Pse? Sepse kjo shmang çdo mundësi që një numër mjeshtër i fshehur të shkatërrohet gjatë llogaritjes. Kur lidhim këtë matematikë abstrakte me njerëz të njohur, bëhet tepër interesante. Shihni figurat historike. Martin Luther King në rrugën e pavarësisë me numrin 1, apo Gandhi në rrugën numër 9 të humanitarizimit e vetmohimit. Është vërtet mahnitse të shohësh se si arketipet përputhen me këto përshkrime matematike, apo jo? Le të kalojmë te pjesa e 4, llogaritja e shprehjes. Këtu e zhvendosim fokusin plotësisht tek emri i lindjes. Nëse rruga e jetës ishte vetë autostrada, shprehja dikton saktësisht mjetet dhe talentet që njeriu ka në dispozicion për ta përshkuar atë autostradë. Kjo është shtresa më e dukshme, fasada, fjalë për fjalë ajo që të tjerët shohin tek ne kur veprojmë në jetën e përditshme apo në karrierë. Por si kthehen shkronjat në numra? Përmes një rrjeti thellësisht të thjeshtë që qarkullon nga numri 1 deri në 9. Pra, alfabeti rreshtohet. A-ja është 1, B-ja është 2, e kur arrim tek I-ja që është 9, thjesht rinisin nga e para duke bërë gjën numri 1. Gjithë alfabeti i nënshtrohet këtij ritmi.
Ashtu si me datën e lindjes, integriteti i llogaritjes është jetik. Çdo pjesë e emrit merr vëmendjen e vet. Emri i parë llogaritet dhe thjeshtohet. Emri i mesëm llogaritet dhe thjeshtohet. Po ashtu dhe mbiemri. Pastaj dhe vetëm pastaj, këto rezultate mblidhen bashkë për të zbuluar sprehjen përfundimtare. Seksioni i 5. Zbulimi i dëshirës së shpirtit. Tani do të lëm atë çfarë shihet në sipërfaqe dhe do të zhytemi shumë thellë. Ky element është tërësisht bota e brendshme e një njeriu. Dëshira e shpirtit është motivimi i fshehur pas çdo veprimi, ato gjëra që një individ vërtet dëshiron të jetë dhe të ketë. Pjesa më interesante është një dëshira që intime sa shpesh njerëzit e fshehin, madje edhe nga miqtë e tyre më të ngushtë. E po si e izolon matematika diçka kaq shpirtërore, duke pastruar të gjithë zhurmën? Për të gjetur dëshirën e shpirtit, ne heqim të gjitha bashkëtingëlloret, llogariten vetëm zanoret e emrit, duke përdorur sërish metodën e pandryshueshme të izolimit të çdo emri. Sipas sistemit, kjo zbulon thelbin më të pastër dhe të fshehur të njeriut. Dhe ja ku arritëm në hapin e 6, mësimi i ditëlindjes, shtylla e 4 dhe e fundit. Kjo është një nuancë shumë specifike. Le të kthehemi prapë te metafora e udhëtimit. Nëse rruga jetës është autostrada ku udhtojnë të gjithë ata që kanë të njëjtin numër, ditëlindja është korsia specifike brenda asaj autostrade. Ajo ofron një nënmësim që jep drejtim shumë të personalizuar rrugës suaj kryesore. Për fat mirë, kjo llogaritje është më e lehta nga të gjitha. Merret thjesht dita specifike e muajit kur dikush ka lindur dhe reduktohet në një shifër ose numër mjeshtër. Me kaq, arkitektura e thelbit mbyllet. Sistemi e quan këtë rezultat një portret bardhë dhe zi të karakterit të njeriut. Dhe kjo frazë thot shumë. Dhe kjo na lë me një pyetje vërtet sfiduese në fund. Nëse një emër dhe një datë lindje mund të vizatojnë një kornizë bardhë dhe zi kaq të paracaktuar, atëre sa ngjyra japin kësaj pikture zgjedhjet e vullnetit të lirë? A jemi thjesht një formulë matematikore apo veprimet tona përcaktojnë veprën përfundimtare të artit? Mendojni pak këtë derisa të dëgjojmë përsëri. Të fala dhe faleminderit që më ndoqët.